E ndalemi mëngjesisht me zhvillimet e ditës. Kryeministri Edi Rama në një intervistë për gazetën italiane Corriere della Sera thekson mbështetjen që Italia i jep Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe mbron marrëveshjen për qendrat e emigrantëve. Rama deklaroi se ky model do të varet nga Pakti i ri Evropian për emigracionin. Kryeministri Edi Rama ka folur për të përditshmen italiane Corriere della Sera ku thekson rolin që Italia ka në mbështetje të rrugës evropiane të Shqipërisë. Samiti i parë ndërqeveritar mes Shqipërisë dhe Italisë në Rom, thotë Rama, është një moment historik dhe një sinjal i qartë i forcimit të partneritetit mes dy vendeve. Samiti mes dy qeverive është një zhvillim historik në marrëdhëniet strategjike mes Shqipërisë dhe Italisë. Ai ka perspektiva të reja bashkëpunimi në energji, mbrojtje, siguri kufitare dhe planin gjeopolitik. Polemikat në Itali për qendrat e emigrantëve nuk munguan, por kryeministri i Shqipërisë i shmang debatet e brendshme italiane, duke theksuar se qëndrimi i tij mbetet i njëjtë, teksa shtoi se evoluimi i këtyre qendrave do të varet nga Pakti i ri Evropian për emigracionin. Ajo që mund të them është se kemi qenë dhe mbetemi në anën e qeverisë italiane edhe për këtë çështje. Pakti i ri Evropian për emigracionin do të na tregojë se si do të evoluojnë këto qendra. Shqipëria nuk ka investuar asnjë euro në këtë projekt. Akuzat e bërë pjesë e jetës sonë, të mbytura nga balta e mediave sociale, ndërsa e vërteta humbet mes shpejtësisë së informacionit. Në intervistë Rama flet edhe për kapitullin final të negociatave për anëtarësimin në BE, që sipas tij janë në një moment vendimtar. Këto ditë do të hapim kapitullin e fundit të negociatave dhe duam t'i përfundojmë deri në vitin 2027. Italia është zëri ynë më i fortë në BE. Shqipëria nuk do të jetë kurrë në gjendje të shlyejë borxhin moral për gjithçka që Italia ka bërë për ne. Kryeministri shqiptare përmbyll intervistën me mesazhin se partneriteti me Italinë dhe rruga drejt Bashkimit Evropian mbeten poshtë i politikës së jashtme shqiptare. E nesër qeveria shqiptare do të ulet në tryezën e Bashkimit Evropian për të çelur grup kapitullin e fundit të negociatave. Kryeministri Edi Rama e ka cilësuar një arritje historike. Nëntori i çlirimit dhe i pavarësisë do të shënojë një etapë të re në rrugtimin evropian të Shqipërisë. Të hënën qeveria shqiptare do të ulet në tryezën e Bashkimit Evropian për të hapur grup kapitullin e fundit të negociatave, duke shënuar përfundimin e çeljes së të gjithë kapitujve të anëtarësimit brenda harkut kohor të një viti, një arritje historike kjo për kryeministrin. Një moment absolutisht i shumëpritur, por edhe historik, një shpejtësi unike në procesin e të gjitha integrimeve të mëparshme europiane. Asgjë pra nuk na ndal dhe kemi kapërcyer të gjitha pengesat që kishin të bënin me çeljen e të gjithë kapitujve. Tani duhet kapërcejmë të gjitha pengesat që kanë të bëjnë me mbylljen e kapitujve. Episodin e radhës podcastit të tij kishte dedikuar paketës së maleve, ndaj për këtë qëllim kishte ftuar në studion e tij në kryeministri investitor të rinj në fushën e agroturizmit. Paketa e maleve është për ata të cilët e kanë tokën, për ata të cilët për një arsye në zonat caktuar nuk e kanë marrë dot tapin sepse nuk qifet 7501 non e kanë refuzuar 7501 ose këtu ose aty. Për ata që kanë një rënoj, ma jep mundësin ta investoj, ta hap derën, të ndes o gjakun e gjyshit. E të filloj të bëj një jetë timen këtu. Kryeministri dha jehon edhe lajmet se nga janari i vitit ardhshëm nuk do të ketë asnjë pagë nën 500 euro, ndërsa konsideroi si prioritet të mandatit të katërt rritjen e pensionit mesatar për zonat urbane 400 euro dhe në zonat rurale 180 euro. Ky është Top Channel. Policia e Shkodrës ka arrestuar 2 vëllezër për ngjarjen e dhunshme të ndodhur mbrëmjen e së shtunës. Ata dyshohet se qelluan me breshëri plumbash një automjet, e më pas keq trajtuan një 42 vjeçar vetëm për një parakalim. Të përfundosh në burg vetëm për parakalimet me makinë, të paktën kjo është arsyeja që ka deklaruar përpara grupit hetimor Edison Tirana, 42 vjeçari që u dhunua dhe ndaj tij u qellua me armë mbrëmjen e së shtunës në aksin Shkodër-Hanihotit. Përplasja me 2 vëllezër Gjekaj tashmë të arrestuar nisi në dogan e më pas gjatë gjithë rrugës deri në Koprik. Në afërsi të qytetit, nga makina e Gjovalin dhe Pëllum Gjekajt, është qelluar me armë zjarri disa herë ndaj automjetit me të cilin udhëtonte Edison Tirana. Ky fundit u ka shpëtuar plumbave, por ka humbur kontrollin e mjetit dhe më pas është përplasur me një barrierë të një karburanti.
Viktima e sulmit më pas ka dalë nga makina dhe ka tentuar të largohet, por dy vëllezër Xhekaj, të ndihmuar edhe nga nipi i tyre, i identifikuar dhe i shpallur në kërkim, e kanë kapur 42 vjeçarin dhe e kanë dhënuar me sëndet e forta. Pas ngjarjes, i dhënuari është dërguar në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia më pas bëri të mundur arrestimin e dy vëllezërve Xhekaj, si dhe shpallin në kërkim edhe nipin e tyre si bashkëpunëtor në këtë ngjarje. Është arrestuar një nga autorët e dyshuar të shpërthimit në Kamës një ditë më parë. Ai është ish polici Jeton Lami, i njohur ndryshe edhe si personi i fundit që ka parë Vis Martinajn, i cili është zhdukur prej disa vitesh. Dikur oficeri i forcave operacionale të policisë së shtetit i dënuar për shpërdorim detyre pasi shoqëronte një personazh të botës së krimit si Ervis Martini, që rezulton po ashtu të jetë personi i fundit që e ka takuar atë. 2 vjet pas lirimit nga burgu, rishfaqet sërish në skenën e Kronikës së Zezë, këtë herë për gjobvënie. Jeton Lami së bashku me 3 miqtë e tij i vunë një biznesmeni në Kamës një gjobë prej gjysmë milioni euro. Kur ky i fundit refuzoi ta paguaj, një ditë më parë ata i vendosën eksploziv në një prej pronave të tij, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, si dhe shumë panik në zonë. Ky është momenti kur autori me jelek fosforishent, pasi vendos lëndën eksplozive që aktivizon me fitil, largohet nga vendngjarja me biçikletë. Shpërthimi shkatroi kuzhinën e restorantit të hapur pak kohë më parë nga Bener Delezi dhe Klodian Murati, të cilët këtë ambient e kishin marrë me qera. Dyshimet fillimisht u hodhën drejt pronarëve të restorantit, por kur ata nuk raportuan asnjë konflikt, me metoda proaktive policia zbuloi se kërcënimet ishin bërë pronarit të godinës nga Jeton Lami, Florin Domi dhe Flogert Mezhika, të cilët u vendosën në pranga. Në këtë krim i përfshirë është edhe Ervis Lami, i cili u shpall në kërkim. Por edhe përpara këtij krimi, Ervis Lami ka qenë në kërkim. Prej më shumë se një viti ai fshihet drejtësisë si një person i dyshuar për vrasjen e postierit Lulëzim Visha. Hetimet për këtë rast nuk quhen të përfunduara, pasi ka dyshime se në këtë skem gjobvënie të ketë dhe persona të tjerë të përfshirë. Pas përfundimit e hetimeve, Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjyq 74 vjeçarin e Kuran Gjoni, i cili vrau me thikën e bukës djalin e tij në shkurt të këtij viti. Pas 9 muajsh hetime, Prokuroria e Tiranës dërgon për gjykim vrasjen e 37 vjeçarit Asim Gjoni, krim për të cilin autor është babai i tij e Kurani. Krimi ndodhi këtë shkurt në Tiranë pas një konflikti të çastit, ku 74 vjeçari qelloi për vdekje me thikën e bukës të birin. Përpara hetuesve, i moshuari shpjegoi se kur ishin duke drekuar në shtëpinë e tyre, u ngacmuan me fjalë me të birin dhe në inat e sipër e ka qelluar me shpull. I biri është kundërpërgjigjur dhe mes tyre ka ndërhyr vajza, duke tentuar t'i ndajë. Sipas se Kuran Gjonit, i biri Asimi ka shtyrë të motrën duke e rrëzuar në tokë, çka ka sjellë acarimin e tij. Në ato momente ka kapur thikën mbi tavolinë dhe ka qelluar vetëm një herë në brinj të birin, plagë e cila rezultoi fatale. Ndaj 74 vjeçarit është ngritur akuza e vrasjes për shkak të rrethanave familjare, që sipas kodit penal rrezikon purgim të përjetshëm. Statistikat e Instatit tregojnë se në gjysmën e qarqeve të vendit numri i vdekjeve në muajt e fundit ka qenë më i lartë se sa i lindjeve. Korça ka bilancin më negativ. Në raport me popullsinë, Shqipëria qëndron midis shpresës të lindjeve dhe realitetit të hidhur të rënies demografike. Tremujori i tretë i vitit 2025 nëpërmjet të dhënave të Instat paraqet një tablo të përzier, ndërsa në rang vendi raportohen 1347 lindje, më shumë se sa vdekje. 5 qarqe vijojnë të përballen me një bilanc të zymt, ku funeralet të i kalojnë numrin e të porsalindurve. Nga Vlora e Berati vijon më tej me Shkodrën, Gjirokastrën dhe Korçën. Shtesa natyrore e popullsisë negative shënon një alarm të qartë demografik. Korça mban vendin e parë për bilanc negativ, me 2 fishje të humbura, më shumë se sa të sapo ardhura. Konkretisht 487 vdekje dhe 271 lindje. Pas Korçës, Gjirokastra vijon të humbas banor, vetëm 81 lindje kundrejt 166 vdekjeve, duke bërë qarkun me fertilitetin më të ulët në vend. Në Dibër situata mbetet e rënduar, 247 lindje, por 203 vdekje, duke ruajtur trendin shumë vjeçar të largimit të të rinjve dhe plakjes së popullsisë. Shkodra dhe Lezhë mbyllin listën e 5 qarqeve me shtesë negative, ku vdekjet të i kalojnë lindjet, duke zbehur edhe më tej hartën demografike të Veriut.
në kontrast 7 qarqe të tjera, arrin ende të mbajnë ekuilibrin pozitiv por me ritme më të ulta, shpesh të pamjaftueshme për të mbuluar humbjet e zonave të tjera. Kryeqyteti mbetet I vetmi motor demografik I vendit me 2509 lindje dhe 1271 vdekje, një shtesë natyrore prej 1238 vetësh, më e larta në të gjithë territorin. Tirana rritet, gjallërohet, zgjerohet, ndërsa periferia e saj administrative ndjek një ritëm tjetër, shumë më të ngadalt. Berati shënon rritjen më të madhe të lindjeve në përqindje, ndërsa Kuksi regjistron numrin më të ulët të vdekjeve në rang vendi. Të dy tregues që sinjalizojnë një stabilitet të brisht, por të rëndësishëm. Ndërsa numrat flasin qartë, Shqipëria përballet me një sfidë të heshtur, po plaket më shpejt se sa po rritet. Mjekët kanë izoluar virusin e gripit që ka nisur të qarkullojë në vendin tonë. Në rastet e para janë ato të fëmijëve që ndodhen të shtruar në shërbimin e pediatrisë. Virusi I gripit ka nisur të qarkullojë në vendin tonë. Raste me grip janë diagnostikuar tek të vegjëlit në shërbimin e pediatrisë. Shefja e shërbimit të pediatrisë infektive, profesoresh Gjorgjina Kuli, deklaron se janë kapur 2 tipe të virusit të gripit, A dhe B, por qarkullojnë edhe viruse të tjera, ndonë jo në mënyrë intensive. Muajt e mëparshëm kishim më tepër raste Covidi, pra akoma tek fëmijët, ndërsa momentalisht kemi filluar të shohim shtim të rasteve me virusin e influencës, pra kemi influenca të tipit A, por edhe B, tek tuk, sigurisht akoma s'është sezoni I plot, kemi viruse respirator sincicial, ndoshta me ftohjen e kohës do kemi shtim të numrit të rasteve të tyre, por kemi dhe disa virusit të tjerë, si që janë rinovirusit, metapneumonie. Në forma të lehta, gripi tek të vegjëlit zgjat vetëm 3 ditë, por mjekët po konstatojnë edhe një simptom tjetër përveç temperaturës, vështirësisë në frymarrje dhe kollës, siç është dhimbja e muskujve tek të vegjëlit, I cili shfaqet e komplikacione dhe e çon deri në 2 javë trajtimin mjekësor tek ata. Momentalisht në pavionin ton kemi një grip të tipit A të shoqëruar me një komplikacion që ne e shohim jo rrallë, që është prekja e muskujve ose mioziti postgripal, që akuzohen viruset gripale që mund të japin këtë prekje të muskujve. Në moment simptomatologjia është shumë dramatike se fëmia ka dhimbje këmbësh dhe nuk mund të eci, por fatmirësisht ka një zgjidhje shumë të mirë për një periudhë kohore të shkurtër. Dhe pavarësisht që kemi dhe ndonjë rast me meningit ose celulit periorbital, pra infeksion përreth syrit, me trajtim janë rikuperuar shumë mirë pas një komplikacion, pas një pasojë. Edhe pse jemi në sezonin e gripit, Instituti I Shëndetit Publik ende nuk ka deklaruar se ka izoluar rastet e para me grip. Në shërbimin e pediatrisë janë mundësuar tampon të cilët konfirmojnë llojin e virusit, pasi mjekët pediatër e diagnostikojnë klinikisht bazuar në simptomat që shfaqin të vegjëlit. Sot në orën 13 do të mbahet një protest në Strasburg në mbështetje të ish-drejtuesve të UÇK-s. Organizatat e dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës protestojnë sot përpara Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-s që sipas tyre po mbahen në Hag padrejtisht. Drejtuesi I OVL UÇK-s, Hysni Guxati, pohoi se aksioni I tyre ka për qëllim thirrjen për drejtësi, por edhe t'i kujtojë institucioneve europiane se krijimi I kësaj gjykate u bë mbi gënjeshtrat e ish-senatorit zviceran Dick Marty. Guxati pret mbështetje të madhe në këtë protestë nga ana e diasporës shqiptare. A I tha për mediat në Prishtinë se do të dërgojnë letër në Parlamentin Evropian për t'i dëshmuar padrejtësitë e gjykatës speciale ndaj ish-udhëheqësve të UÇK-s, të cilët prej 5 vitesh mbahen në Hag në akuzën e krimeve të luftës. Të gjitha vërejtjet dhe shkeljet I kemi vendosur në dokumentacion për secilin deputet që ta lexojë dhe ta di edhe vetë se çfarë gjykate janë duke financuar, u shpreh ai. Protestat e ngjashme janë mbajtur sa kaq në Prishtinë, Hag dhe Tiranë. Ndërsa kur u pyet për mundësinë e organizimit të një proteste në Shkup, Guxati u shpreh se për momentin kjo nuk mund të ndodhë për shkak të situatës politike atje. Kryetari I BDI-s Ali Ahmeti deklaroi sa kaq nga ana e tij se ndodhet me mendje dhe zemër pranë bashkombasve që protestojnë në Strasburg, si shprehet ai aty ku filloi padrejtësia e madhe ndaj UÇK-s dhe popullit shqiptar përpara Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Hashimi, Kadriu, Rexhepi, Jakupi dhe të tjerë janë aleatë të SBA-s dhe BE-s dhe vendin e kanë në Kosovë. Pafajësia e tyre u konfirmua nga miq tan amerikan dhe europian në Hag, prandaj lironi djem tan ishte apeli I tij.
Me mira, qytetarë shumica e të cilëve të rinj kanë protestuar dhunshëm në rrugët e Meksikës kundër karteleve të drogës gjatë ubimit u godit dhe sulmua Pallati Presidencial. Një turm gjigande protestuesi shteu barrierat përpara Pallatit Presidencial në Mexico City, ku ai që nisi si një tubim paqësor kundër korrupsionit doli jashtë kontrollit. Protestuesit e drejtuar kryesisht nga të rinj të gjeneratës Z u përplasën me policinë, teksa përsërisnin slogane kundër dhunës së karteleve dhe pa aftësisë së shtetit për ta fashitur atë. Demonstrata e organizuar më së shumti nga aktivistë të rinj dhe e përkrahur edhe nga mbështetës të hershëm të lëvizjeve opozitare, shënoi kulmin e zhgënjimit qytetar ndaj paaftësisë së qeverisë për të garantuar gjithashtu edhe mundësi ekonomike për të gjithë. Protestuesit që kishin marshuar nga çdo rrugë e kryeqytetit drejt Pallatit Presidencial, që është dhe rezidenca zyrtare e presidentes Claudia Sheinbaum, kërkuan dorëheqjen e politikanes që mori detyrën tetorin e vitit të kaluar. Autoritetet u kundërpërgjigjen me gaz lotësjellës, çka solli një kaos dhe ikje masive nëpër rrugë. Pablo Vazquez, shefi i policisë së Mexico City, tha se 20 persona u arrestuan dhe 60 efektiv policie u plagosën, 40 prej të cilëve u dërguan në spital. Indinjata për vrasjen në 1 nëntor të Carlos Manzos, kryebashkiaku i një qyteti të pllakosur nga krimi në perëndim të Meksikës, ishte në mendjen e shumicës e njerëzve që u bashkuan protestës. Një pjesë e tyre shiheshin me kapela kashte, që është kthyer në simbol të lëvizjes së tij politike, e cila ka një qasje të ashpër dhe pa kompromis kundër krimit të organizuar. Shteti po vdes tha një protestuese, Rosa Maria Avila. Kryebashkiaku u vras sepse ishte një burr që dërgonte forcat e rendit në male për të luftuar kriminalët. Ai vdiq sepse pati guximin t'i sfidonte, u shpreh ajo për Manzon. Kjo ishte protesta më e madhe organizuar deri tani kundër Sheinbaum, e cila akuzon nga ana e saj grupet e djathta se po qëndrojnë pas rritjes së pakënaqësisë publike. Tubimi i ngjasonte lëvizjeve të tjera të udhëhequra nga gjenerata Z, si ajo në Nepal, ku qeveria u rrëzua. Rusia po synon ta paralizojë Ukrainën duke i shkatruar sistemin hekurudhor. Në muajt e fundit janë trefishuar sulmet ndaj trenave që aktualisht janë mjeti transportit për shumicën e mallrave, por edhe për rreth 67% të popullsisë. Ukraina po përballet me rritje të sulmeve ruse ndaj infrastrukturës së saj hekurudhore. Numri i sulmeve është trefishuar muajt e fundit dhe dëmet kapin $1 miliard. Moska në këtë mënyrë po përpiqet të shkatërrojë një nga sistemet kyçe logjistike të Kievit, që nga fillimi i vitit ka pasur 800 sulme mbi infrastrukturën rrugore dhe më shumë se 3000 objekte hekurudhore janë dëmtuar. Ajo që po shohim në këto sulme të përshkallëzuara është se ata synojnë trenat, duke u përpjekur veçanërisht të vrasin drejtuesit e tyre, ka thënë Oleksej Kuleba, zëvendës kryeministër i Ukrainës. Në një vend të madh sa Ukraina, hekurudhat janë kritike. Rrjeti hekurudhor shfrytëzohet për transportin e më shumë se 63% të mallrave, përfshirë dhe eksportin e grurit dhe 37% të trafikut të pasagjerëve. Edhe ndihma ushtarake nga vendet e huaja shpesh mbërrin me tren. Asnjë aeroport civil nuk ka funksionuar që nga pushtimi i plot i Rusisë, kështu që shumica e njerëzve udhtojnë brenda dhe jashtë vendit, përfshirë vizitat e liderëve botror me tren. Nuk është vetëm çështje e sasi e sulmesh, është dhe mënyra e veprimit e forcave armike, ka thënë Oleksandr Petrovski, kreu i hekurudhave shtetërore ukrainase. Tani Moska po sulmon me dronët e Sakt Shahed, të cilët synojnë lokomotivat individuale. Romani Manuali i rrëzimit, Jonila Godoles rikthen në vëmendje rrëzimin e bustit të Enver Hoxhës në vitin 1991 përmes historisë një gazetari gjerman që rastësisht bëhet dëshmitari i ngjarjeve dhe kthehet pas 34 vitesh për të takuar protagonistët e asaj dita. Është shkurti i vitit 1991 kur gazetari gjerman Johannes Kessler vjen në Tiranë me shpresën për të gjetur vajzën që e pëlqen, Martën. Por rastësia e bën dëshmitar të rrëzimit të statujës së Enver Hoxhës në shesh. 34 vite më vonë, gazetari rikthehet të takojë po të njëjtët njerëz, të cilët pretendojnë se kanë rrëzuar për mentoren. Ky është subjekti i manualit të rrëzimit të studiueses Jonila Godole, një roman mbi kujtesën, heshtjen dhe mënyrën si ja tregojmë vetes të kaluarën. Ky libër më shumë se sa i jep përgjigje pyetjes se kush e rrëzoi, ka pyetje të reja, se si duhet ta kujtojmë të shkuarën, dhe se çfarë përfaqëson ajo për kujtesën tonë kolektive. Ky botim vjen pas një pune 5 vjeçare ku Godole ka grumbulluar dhe analizuar çdo dokument, fotoa, dëshmi në lidhje me statujën, duke u ballafaquar me fakte të reja.
Njësoj ndodhe me protagonistët e librit. Të gjithë personazhet më kanë ardhur në mënyrë shumë natyrshme, dhe në fakt në fillim isha unë që i shkrova dhe pastaj tjetër gjë kisha unë në mendje si do mbaronte libri, po krejt tjetër doli përfundimi, edhe vetë statuja do flasi aty brenda, si e ka përjetuar statuja rënien. Përmes 7 personazheve të manualit të rrëzimit, autoria hedh dritë mbi një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë shqiptare. Secili prej tyre zërave nuk ka dhënë një zëmë vetë. Secili prej zërave funksionon si një polifoni. Dhe në fakt Johannes Kessler funksionon si një lloj dirigjenti i padukshëm i kësaj polifonie. Secili prej nesh vendos të besojë njërit personazh. Por në fakt në fund fare, Jonila na jep një shkollë në fund. Në panelin e librit u zhvillua një tryezë mbi letërsinë turke dhe romanin I humburit të autorit Tarik Tufan. Në kuadër të panajirit të 28 të librit këtu në Tiranë, u mbat një tryezë bashkëbisedimi mbi letërsinë turke në shqip dhe romanin I humburi I autorit të njohur turk Tarik Tufan. Ky aktivitet u realizua në bashkëpunim të shtëpisë botuese Muza me Institutin e Gjuhës dhe Kulturës Turke, Yunus Emre. Shkrimtari Tarik Tufan këto vitet e fundit ka shkruar mjaft romane të bukura, por I humburi është I veçantë. I humburi ka pak personazhe, ka shumë pak dialog, sepse në një farë mënyre heshtja mes fjalëve, mes fjalive në këtë roman duket sikur flet më shumë. Dhe kjo heshtje kumbon aq shumë sa që her pas here personazhet identifikohen përmes heshtjes së tyre. Për dekanin e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, Mark Markun, përkthimi I librit I humburi është një dëshmi e gjallë e komunikimit ndërkulturor mes dy vendeve. Dëshmi e gjallë një procesi të gjatë të komunikimit ndërkulturor mes kulturës turke dhe kulturës shqiptare, letërsisë turke dhe letërsisë shqiptare. Kosova shkruan historinë duke vijuar rrugtimin për në botrorin e futbollit në takimet e play-off. Dardanët fituan dje me 2 gola ndaj Slovenisë, tani presin shortin e 20 nëntorit ku do të mësojnë kundërshtarët për play-off. Ndërsa Shqipëria sot në Tiranë pret Angli në orën 18, është ndeshja e fundit kualifikuese e Kupës së Botës, ku qezinjtë përballen me një nga skuadrat më të mira të botës. Ndeshja do të transmetohet ekskluzivisht në digital. Në lidhje të drejtë për drejtë gazetari ynë Endi Tufa, Endi të përshëndes, dua gjithçka prej teje, që nga atmosfera e parandeshjes, atmosfera që presim të jetë në stadium, formacioni nëse ndryshon diçka, pse jo edhe ndonjë parashikim. Përshëndetje Juli, jemi këtu përpara arenës kombëtare ku do të zhvillohet pas pak orësh ndeshja, një ndeshje luks si mund ta quajmë kështu, tashmë për fatin e mirë kemi mbyllur llogaritë sportive, jemi dy të parët e grupit që përballemi me njëra tjetrën, pra vendi I parë dhe I dytë me Anglinë, ku ka më mirë se sa të mbyllesh eliminatore me arritje të objektivit dhe padyshim dhe një luks luash me një nga skuadrat më të mëdha të botës dhe padyshim një ndër pretendentët kryesorë për ta fituar këtë kupë të botës. Janë rreth 5.000 ose 6.000 anglezë nëpër Tiranë. Të paktën kështu kam marrë informacion nga policia e shtetit, të cilët janë rreth qytetit në qendrat ndryshme, kryesisht ashtu siç thon policia kanë ardhur për të festuar dhe ata më tepër se sa për të parë një ndeshje futbolli me objektivin sportiv. 2200 anglez do të jenë në stadiumin mbrëmjen e sotme, si stadiumi është I zauruar dhe padyshim nuk shumë pak njerëz kanë patur fatin që të jenë të pranishëm në orën 18 në stadium për të ndjekur kombëtaren. Sa I përket formacionit, padyshim që do të kenë disa ndryshime, nisur edhe nga fakti që disa lojtarë janë me kartona, duhet të ruhen për të mos u djegur për ndeshjet e marsit, që do të jenë ndeshjet më kryesore ato të play-offit, por dhe nga ana tjetër ka bërë një lloj rotacioni trajneri, paktën për sa I përket formacionit të mundshëm që kemi deri në këtë moment, duke filluar me Strakoshën, por do të jetë Balliu në një nga risitë që do të futet formacioni, Ismaili gjithashtu I rikthyer, por që nuk luajti ndeshjen e shkuar, Gjimshiti, Alii, gjithashtu pra dy mbrojtësit e krahut pra do të jenë të zëvendësuar, Aslani, Ramadani rikthehet në fush, Laçi, Hoxha, Broja do të jetë sërish në sulm dhe Myrto Uzuni. Paktën ky është një lloj formacioni I paraprak që kemi deri në këto momente për sa I përket ndoshta ndeshjes mbrëmjes së sotme. Megjithatë së bashku me mua këtu është dhe gazetari Elir Demalia, I cili do të na tregojë diçka më tepër rreth, ka patur një takim dje me trajnerin e Anglisë, por që ka edhe diçka më shumë për të na treguar për këtë ndeshje. Sigurisht kjo është një ndeshje që të dyja ekipet janë të çliruara nga emocionet për rezultatin.
dhe shpresoj kjo do të bëj që të kemi një lojë të bukur nga të dyja palët, kjo është më e rëndësishmja. Mendoj që do të ishte shumë e bukur për ekipin shqiptar që të shënonte një gol pasi e dim që Anglia nuk ka psuar asnjë gol. Ja bëjmë një të bëjmë dhe në një gol të mbajmë mend për gjë që e thym portën e Anglisë në këto eliminatore në ndeshjet në grup. Sigurisht Anglia është ekip i fortë dhe ka spaku më shumë se një dekadë që është pretendent për titullin kampion bote. Dhe Shqipëria ka pas një paraqitje shumë të mirë, pavarësisht ndeshjes fundit që nuk që një performancë e mirë, po mendoj që presioni për të marrë 3 pishin domosdoshmërit ndikon edhe në atë paraqitje që u bë, po megjithatë ne fituam dhe fund të marrëm të vend fitoria. Mbrëmje feste kam përshtypjen se gjithë stadiumi plot, por ke një mesazh ndoshta edhe për tifozët, me kishë merak. Po, tash për sa i përket ndeshjes, thash, dua që të bëjë një ndeshje e bukur dhe një ndeshje me një atmosferë të bukur dhe sportive dhe t'i lëmë me një anë ato thirrjet nacionaliste katunareske që ne bëjmë vazhdimisht dhe që i gjobën e pagu Federata Shqiptare e Futbollit, ku ka paguar $1 milion deri tash më shumë se $1 milion, për pikërisht për këto thirrje kundër Serbisë, nuk po luan Serbia, po luan Anglia, le të gëzojmë ndeshjen, le të gëzojmë faktin që kemi dalë në play-off dhe le të shpresojmë dhe të besojmë që do të fitojmë ndeshjet e play-offit për të qenë botëror në Amerikë 26-ën. Për rezultatin, unë do dëshiroja sigurisht fiton të Shqipëria, megjithëse jam tifoz i angleze, por një barazim do të ishte shumë i bukur për të dyja ekipet. Unë si tifoz i Shqipërisë mendoj që fiton Shqipëria. Nuk do të mbasim shpresat dhe le të urojmë fitore. Faleminderit të dyve dhe ishte gjithçka për këtë edicion lajmësh, do të jemi sërish së bashku në orën 15. Mirupafshim.